Le ta pranojmë që nga rikthimi në shtëpinë e bardhë më 20 janar të këtij viti, Donald Trump ka dominuar lajmet gjatë gjithë vitit, si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Por e bie në pjesës tjetër të botës, vështirë se ka kaluar ndonjë ditë pa një deklarat apo postim nga presidenti, një strategji për cilën gjerësisht hipotetizohet se është hartuar enkas për të rreqjen e vëmendjes, por ajo ka patur efekte të mëdha, kryesisht negative. Trump e dëmtoi rënd rendin botror të vendosur pas luftës së dytë botërore, injoroi ligjin që rregullonte marrëdhëniet midis shteteve, ndryshoi globalizimin me taksat e tij doganore dhe dobësoi aleancat e SBA-s, më kryesorja NATO-n dhe organizatat ndërkombëtare, duke filluar me OKB-n. Presidenti amerikan pretendon se i ka dhënë fund 8 luftrave, por e vërteta është se 2 nga konfliktet kryesore, në të cilat janë të përfshira SBA-t, Ukraina dhe Palestina, janë ende duke vazhduar. Një nga imazhet më të këqija të vitit që po mbyllet është poshtrimi që u shkaktua presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në shtëpinë e bardhë në shkurt, që u balancua nga qëllimi i kuq i shtruar për Vladimir Putin në Alaska në gusht. Ndërkohë lufta, të cilën Donald Trump premtoi ta zgjidhte brenda 24 orësh gjatë fushatës presidenciale, do të vazhdojë derisa presidenti amerikan ta pranojë se Vladimir Putin nuk dëshiron kompromis, por vetëm një fitore të plot. Doktrina Trump që po merr formë në këtë mandat të dytë nuk ka asnjë ngjashmëri me atë që e imagjinuam gjatë mandatit të tij të parë. Dy shembuj. Trump dëshiron të shmang luftrat e pafundme si ato të zhvilluara nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan dhe Irak, por në të njëjtën kohë ai nuk nguron të përdorë ushtrinë, duke e zhgënjur krahun izolacionist të lëvizjes së tij MAGA. Ai e bëri këtë në Yemen, Iran, pranë brigjeve të Venezuelës dhe pak ditë më parë në Siri, kundër grupit të Shtetit Islamik, pas vdekjes së ushtarëve të parë amerikan gjatë presidencës së tij. Ushtria, e çliruar nga çdo lloj kufizimi ligjor, është një instrument politik i pushtetit në dispozicion të degës ekzekutive, madje edhe brenda Shteteve të Bashkuara. Shembulli i dytë, politika e përshkruar në strategjinë e fundit të sigurisë kombëtare ringjall doktrinën Monroe, tashmë dyshekullore mbi Amerikën Latine, bazuar në idenë se Shtetet e Bashkuara duhet të ruajnë hegemoninë vetëm në hemisferën e tyre. Këtë tregon presioni i fortë mbi Venezuelën. Por çfarë mund të presim në vitin 2026? Për Trumpin rreziqet do të jenë të dyfishta. Në frontin ndërkombëtar ai do duhet të përcaktojë qëndrimin e Washingtonit ndaj Kinës, rivalit të saj të vetëm të vërtet të shekullit të 21 dhe vendit të vetëm që këtë vit ka treguar se mund të rezistojë presionit amerikan. Trump do të vizitojë Pekinin në prill, një udhtim vendimtar për marrëdhëniet kino-amerikane, por edhe për pjesën tjetër të botës. Por sfida e madhe do të jetë edhe e brendshme. Me zgjedhjet e mesit të mandatit që do të zhvillohen në nëntor 2026, Trump ka përjetuar një rënje të ndjeshme të popularitetit të tij, duke humbur së fundmi të gjitha zgjedhjet lokale, duke filluar me zgjedhjet për kryetarin e bashkisë në New York dhe ç'është më e çuditshmja, edhe në Miami. Demokratët do të bëjnë gjithçka që kanë në dorë për të shfrytzuar këtë pakënaqësi dhe për t'u akmarrë në Kongres. Pra Donald Trump ka përpara 3 probleme serioze. Së pari çështjen e Epstein, ish miliarderin e dënuar për abuzim seksual, fotot e të cilit të publikuara së fundmi spulojnë shkallën e bashkëpunimit të elitës amerikane përfshirë Trump. Së dyti, përballueshmërinë, një term i përdorur për të përshkruar koston e jetesës, gjithnjë e më të papërballueshme për shumë amerikan, pavarësisht mohimeve të presidentit. Dhe së treti, përçarjet që po e shkatrojnë kampin dikur të madh të lëvizjes Make America Great Again, MAGA. Trump do të ketë në dispozicion vetëm 10 muaj për ta bërë veten sërish të madh, por kjo do të jetë as pak e lehtë.